Kompania Porsche Albania është përfshirë në një sër tendrash publik gjatë periudhës 2012-2019, kryesisht në kohën e qeverisjes së Partisë Socialiste. Sipas të dhënave të portalit spendingdata.al, vlera totale e tendrave të fituar nga kompania për llogaritë të rreth $1.5 milion. Vetëm për gjatë viteve 2012-2013, kompania ka përfituar kontrata publike me vlerë 17 milion lekësh, ndërsa në vitin 2014 kjo shumë ka qenë 4.3 milion lekë. Fitimet më të mëdha janë regjistruar mes viteve 2015-2019, kur Porsche Albania ka arkëtuar afër 140 milion lekë, kryesisht nga Bashkia e Tiranës. Në këtë periudhë, biznesmeni Agron Papuli është përfshirë si përfituesi tenderave të rëndësishëm, përfshirë një kontratë $2.5 milion për dhënie me qiratë të automjeteve për policinë e shtetit. Në korrik 2025, kompania e tij ka fituar sërish një tender €1.8 milion për qira operacionale automjetesh. Kritika ndaj kësaj marrëveshje lidhet me faktin se marrja me qira e makinave i kushton shtetit më shtrejt se blerja, ndërsa automjetet i kthehen sërish kompanive private. Në 2 vitet e fundit, kompania e Papulit ka marrë edhe 6 tendra nga OSHE me vlerë €4.3 milion, duke çuar totalin e përfitimeve nga fondet publike në rreth €17.3 milion. Së fundmi, më 9 tetor 2025, një procedurë për blerjen e automjeteve për AMP kanë konkuruar vetëm Porsche Albania dhe Metring Motors, pa nën kontraktor dhe pa asnjë ofertues të skualifikuar. Vlera e ofertës ka qenë $37.1 milion, shumë pranë fondit limit. Ky konfigurim minimal konkurrues ngre dyshime për një tender të para përgatitur, çka e bën të domosdoshme transparencën e plotë mbi dokumentacionin dhe pikëzimin e ofertave.